Kujdesi shëndetësor parësor mbetet një ndër prioritetet e Ministrisë së Shëndetësisë. Tani edhe poliklinikat e lagjeve që kanë kryer vetëm shërbime të thjeshta klinike mund të kryejnë analiza të detajuara biokimike. 12 milion lekë janë investuar për të pajisur me teknologji moderne laboratorët e këtyre qendrave shëndetësore. Projekt ky që sipas Ministrisë të Shëndetësisë Petrit Vasili plotson një nevojë të munguar prej kohësh. Aparaturat të reja të cilat kryejnë deri në 240 ekzaminime në orë, të cilat zgjerojnë shumë gamën e ekzaminimeve për qytetarët, sepse janë ekzaminime që janë të bëjnë me provat e heparit, të veshkave, kanë të bëjnë me sheqerin e gjak, me kolesterolin, një seri ekzaminimesh jetike për vlerësimin e smurëve tanë, të cilat tashmë nuk ka nevojë që të jenë të bëhen më larg banesës, por qytetarët i bëjnë këtu në kohë reale, por edhe me cilësi maksimale. Nga poliklinika numër 2 në kryeqytet, ku ishte për të inspektuar zbatimin e projektit, Ministri Vasili ka sqaruar gjithashtu edhe pozicionin e Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me tenderin për pajisjet shëndetësore, financimi Bankës Botërore, për të cilin në disa media është thënë se Ministria ka skualifikuar firmën me ofertën më të ulët për të favorizuar dikë tjetër. Sipas kreut të shëndetësisë, ky ka qenë një vendim i vet Bankës Botërore, e cila ndërsa nuk ka pranuar kompaninë me çmimin më të ulët, ka kërkuar që vlerësime teknike të shihen më gjëre gjatë. Komisioni për kallëz vlerësimit të ofertave ngritur sipas procedurave ka vlerësuar e ka shpallur kompani fituese, kompaninë me çmimin më të ulët. Ka qenë Banka Botërore e cila nuk e ka pranuar çmimin më të ulët dhe ka kërkuar që të vlerësimet teknike, specifikimet shikohen më gjëre gjatë. Është pranuar nga Ministria e Shëndetësisë kjo gjë, pra që të hiqte dorë nga çmimi më i ulët, pavarësisht se Banka Botërore referoi që duhet shikuar fituesin në kompani me çmime më të larta, ishte përgjegjësi që e mori ajo, u rivlerësua, mbas vlerësimit në mjaft kompani që marrin, u shpall një kompani e caktuar. Banka Botërore insistoi për një kompani tjetër, që të shpallej fituese. Kjo kompani për fat keq kishte deklarime të rreme dhe false në dokumentat e tenderit, gjë e cila ju bë me dije me shkrim dhe specialistëve të Bankës Botërore dhe drejtuesve të tyre në Washington. Sepse për ne ishte e papranueshme që kompanitë që deklarojnë fals të ardhurat tatimet e tyre dhe kanë një raport të rrem me shtetin shqiptar, të shpallin fituese. Ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili ka garantuar gjithashtu se fondet e këtij projekti nuk do të digjen, por do të përdoren për të tjera investime në shëndetësi.